Faleminderit ju për ftesën. Çfarë ngjarje është kjo Elbasanit, Sokol? Si e ke përkufizuar? U gjet edhe automjeti, më the pak më parë që është gjetë më herët, po gazetarët tanë? Shiko, duhet bëjmë një krahasim me Elbasanin sot, me Elbasanin e para 5 viteve, kur ishte krye fjala e diskutimeve në media, në publik, në politik. Elbasani që ishte kthyer në një arenë vrasjesh, ju kujtoj që nga 2018 ose 2017 deri në 2022 në Elbasan ndodhnin 30% të vrasjeve në Shqipëri. Kishim kohë që nuk ishim duke parë një ngjarje të rëndë kriminale në Elbasan. Mos gaboj, kjo vrasje vjen, vrasje që i përket krimit organizuar, që është kjo vrasje vjen fill mas një periudhë pauze prej pothuajse 3 vitesh, mos më shumë. Në këtë moment, kjo e risjell dhe një herë shqetësimin e rendit publik në Elbasan. Por gjithsesi, nuk është një këmban kaq e madhe alarmi, duke menduar që krimi mbi të gjitha nuk ndodhi në një ambient publik, siç zakonisht ndodhin në raste të tilla, jo në lokale, jo në qendër të qytetit, ku mund të krijojë probleme shumë të mëdha. Vërtet që jemi përballë një fakti, çdo krim, vrasje duhet trajtuar me përparësi nga forcat e rendit, por shqetësimi vazhdon të jetë i njëjtë. Kjo mund të jetë vrasja e 15 që mund të mendohet që vjen si rezultat i krimit organizuar në Shqipëri brenda këtij viti, dhe është po vrasja e 15 që nuk gjendet asnjë prej autorëve. Pra ne kemi 15 vrasje kriminale brenda 2025-s? Të cilat janë të këtij lloji. Se mafiozë, kriminale, mund kemi afërsisht rreth 40 vrasje, po që i përkasin edhe krimeve të cilat ndodhin në konflikte e sipër, ndodhin për arsye të tjera. Ne u përballëm në nëntor brenda një dite me 3 vrasje, dikush vrau babain, në Berat ai vrau vetëm se i preku kalin dikën tjetër, në Tiranë e vrau me thik vetëm se i tha mos përdor këto sallam në pra, por ato nuk i përkasin, ajo është një tjetër histori. Kur themi 15 vrasje, flasim për ngjarje kriminale. Ngjarje kriminale të tipit të tillë. Pse është vrarë 43 vjeçari? Dim sot kush janë pistat? Këto zbardhet apo? Kush janë pistat? Jo, nuk besoj se zbardhet. Si nuk zbardhet? Po nuk mund të zbardhet, sepse kur nuk janë zbardhur 14 të tjera, pse të mendoj që 15 do zbardhet në rastin konkret. Çfarë dyshojmë me kaq informacion sa kemi? Kuptohet që ndryshe nuk ka burokraci krimi i organizuar. E shpërndan informacionin me njerë kush është autor dhe kush mund të dyshohet. E shpërndan me njëherë, qoftë edhe për atë që ndodhi në Rinas. Besoj të dëmtuarit e kanë marrë vesh se cili ishte autori i krimit, është marrë vesh në përqarqet e tyre, janë marrë vesh lëvizjet, është tjetër gjë policia. Policia lëviz në mënyrë burokratike, dërgon një informacion, dërgon një letër, prokurori që drejton hetimet e merr avash avash, nuk ka në një shpejtësi, pret të gjitha përgjigjet laboratorike, shkencore që i përkasin, po të ngelin e një gjurmë, po të ngelin e një gjysmë gjurmë në automjetin që po ndiqnim në ekran, i cili me sa pash ishte i shkrumbuar, si zor, sepse është gjetë devon, por kur mos thuaj kur, në rastet tilla qoftë edhe një qime floku e cila bie në mënyrë të pa vullnetshme nga trupi i njeriut, ose qoftë një pikë djerse që përftohet ADN-ja, mund të jetë ajo shenja e madhe për të dalë në përfundim dhe për të gjendur në kështu që asnjëherë nuk duhet të themi kur, megjithatë unë gjithmonë shpresoj, pas çdo vrasje shpresoj që të ketë, sepse mbase jam një ndër zërat e pak në këtë vend që mendoj që parandalimi i vërtet i vrasjeve është gjetja e autorëve, jo parandalimi i aktit. Se akti do ndodhi, ai që ka nisur për të kryer një akt është
për t'ju përgjigjur më sakt pyetjes normale që ka një dyshim nga grupi jetimor për përfshirjen e tij të dikurshme në trafikun e drogës edhe do ta rikthej këtë. Aktualisht, thot Prantela që patëm pak më parë, në makinë mund të gjetur edhe pistoleta është t'i bereta. Do të thënë, ata e kanë lënë për t'u djegur, në ndonjë moment është djegur apo jo, plotësisht, ka ndonjë tashmë jemi mësuar, ka kaluar një dekadë, kur krimi organizuar në Shqipëri e mësoi fare mirë. Do që të shmangësh çdo gjë, bashkë me automjetin ti që dhe... Ishte njëta formulë. Po, ata nuk... Kjo është një formulë që nuk mund të ndali policia. Edhe suksesshme, si duket përderisa e përdori me të djegje. Jo forte suksesshme, sepse në disa raste... tregojnë që gjithkohon ata i djegjen. Jo, në disa raste kanë lënë edhe gjurmë, është tjetër gjë identifikimi tyre dhe tjetër gjë vonesa, tjetër gjë mase në i korupcion pastaj që ti shmangësh këto gjurmë të tjera, por ajo që di unë është krimi perfekt nuk ekziston. Nuk mund të ketë një krim perfekt. Është zero mundësia. Dikun ti e bën gabimin. Problemi është që të zbardhen ngjarje të tilla është çështja e resurseve, të burimeve njerëzore. Sikur unë jam 100%, kjo lloj vrasje mund gjendet vetëm në një lloj mënyre. Që ekspertët më të mirë që ka Shqipëria, në polici, pra një që mund tjetë në drejtorinë e Vlorës, një në Durrës dhe një në Shkodër dhe 3 në Tiranë, të bëhen bashkë të 6, të shkojnë brenda ditës në Elbasan dhe të merren një javë me këtë çështje dhe e nxjerrin. Me ngrit grup posaçëm. Grupi posaçëm ka qenë gjithmonë 100% i suksesshëm në Shqipëri. Kudo që ka shkuar... Pse se bëjnë këtë? Kjo është një tjetër gjë për... Se nëse themi kemi 15 vrasje të kësaj çështje përparësie, sepse duke i larguar nga zonat e tyre, do lësh diçka boshllëk. Qartë. Kur ka një tendencë shumë të madhe të opinionit publik që e kërkon patjetër, atëherë mblidhen më të mirët në vend për të dalë në përfundimin dhe për të gjetur provat. Për shembull, tjetër gjë që nuk është bërë arrestimi ende, po më mbahet mend kur u vra banakjerja, rastësisht e pafaqshme. Më të mirët u mblodhen dhe e zbardhen me njëherë çështjen edhe dolën dhe në përfundim se kush ishte. Tjetër gjë që arrestimet ende nuk janë bërë. Janë shpallur në kërkim, kjo është një tjetër gjë. Herët avon do arrestohen. Ama gjurmë ishin lënë. Uqetarga me radhë tjera u arrestuan kudo në veprimet e fundit. Kemi një vrasje në Durrës, kemi vrasje në Vlorë këtë vit, kemi vrasje në Shkodër, kemi vrasje në Tiranë, të cilat në Tiranë kishim 2 të pasbardhura, të cilat kanë ndodhur që në janar të këtij viti, në mos gaboj dhe 1 në mars. Kështu që ndodhi ajo në Rinas. Janë shumë vrasje, ndodhi në Vlorë 2, jo pak, po 2, të cilat ende nuk kanë, u gjetën vetëm personat, targat e automjeteve e kështu me radhë. Pra, është ajo që unë mendoj, parandalimi më e mirë do të ishte arrestimi e autorëve, por që nuk po ndodh. Se të ndërpreva pak më parë nga që doli ky element i ri, kush ishte viktima dhe çfarë dyshohet? A trajtohet si një person me biznese, karburant dhe një rrjet taksish, por që jetonte këtu te Komuna e Parisit në Tiranë? Shiko, unë nuk do merrem me aktivitetin e tij tregtar, është një aktivitet i cili i takon atij dhe familjes së tij, normalisht, por e shkuara e tij është e përfshirë me trafik narkotikësh, e shkuara. Kjo nuk do të thotë që duhet ta paragjykojmë, aq më tepër kur është dhe viktim e këtij akti kriminal, por në logjikën time dhe në atë që kam ndjekur për shumë vite në Shqipëri, është ti mund t'jesh larguar nga trafiku i drogës prej shumë vitesh, por si ke mbyllur sapet. Por trafiku nuk largohet nga ty. Kështu që gjithmonë ka një dikund, se prandaj i thon trafik, dhe në trafik ka gjithmonë një pakënaqësi. Siç mund t'jetë trafiku i drogës, siç mund t'jetë edhe trafiku i automjeteve. Ti hyn në trafik dhe gjithmonë je pakënaqur, je nxehur me dikënd. Njëri stap rrugën, njëri bie boris, njëri ndalon, njëri parakalon, njëri futet me të kuqe, njëri futet me... Kështu është dhe trafiku i drogës, ka gjithmonë pakënaqësi.
ka zero mundësi që ti në trafik ti lësh të gjithë të kënaqur. Njën raste, po rastet janë shumë të ralla që një njeri i cili merret me një histori të tillë të ketë lënë vetëm kënaqësi në aktivitetin e tij të trafikut. Kudo e ke lënë një pakënaqësi. Se ku është kjo pakënaqësia pastaj, rrethi i tij i afërt, besoj tani është në dieni se çfarë ka ndodhur, ne do duhet pak kohë të presim prokurorin apo policinë e Elbasanit. Ajo që shqetëson në fakt është që ishim mësuar që Elbasani për 3 vjetët e fundit të ishte një qetësi të plot, u kthye, kjo është një vrasje tipike e krimit të organizuar, kjo ngre prap një shqetësim. A vazhdon apo është një histori e veçuar në rastin konkret. Elbasani ishte një ndër qytetet më të qeta ndërkohë. Do të thuash që nëse është pjesë e grupeve kriminale, apo a do të vazhdoj saga e hakmarrjes? Që pjesë e grupeve kriminale është ajo, se nuk... Por... Cila është arsye? Jo, nuk ka dalë asnjë detaj se me ka bashkëpunuar, kush kanë qenë bashkëpunëtorët e tij deri më tani. Besoj policia i ka në atë. Nuk është ky shqetësimi, ai shqetësimi i policisë që duhet gjejë autorët. Shqetësimi i opinionit publik është një rast i veçuar apo një rast që do të sjelli se ndonjëherë këto situata dhe këto vrasje sjellin menjëherë një reagim të menjëhershëm etj në hakmarrje e kështu me radhë. Dhe kur vrasja nisin disa radhasi. Kështu ka ndodhur të paktën përpara 4 vitesh në Elbasan, ku çdo 15 ditë dikush vriste, merrte hak, vriste dhe e ktheu Elbasanin në arenën më të madhe të krimit. Por ajo kohë ka kaluar, është shumë larg nga ky moment. Pra, mund të shoqërohet kjo me këtë dhjetori është edhe muaj që për shkak festave bota e krimit e përdor, ka një rritje, statistikat flasin çdo vit përsëritet. Ka qenë dikur kur ne nuk i kishim vizat dhe ishte shumë e vështirë të lëvizje. Nuk ishin me 30 euro lëvizjet e avionit. Vizat nuk gjendeshin, pasaportat ishte vështirë. Ka shumë vite që dikur ishte që gushti dhe dhjetori që ktheheshin emigrantët. Ose kampionatet botërore. Nëse ato janë periudha qetësie, ato përdoren, ato mund të jenë në evente sportive dhe kulturore të mëdha, sidomos pse kryen, sepse është momenti i vetëm në cilën ti ke ulur vigjilencën, ruajtjen, mendon që nuk do të ndodhi në atë ditë. Mirë, po u fute në krim. Për të jetuar sa më gjatë është në momentin më të qetë që mund të ketë Shqipëria, në atë moment ti duhet të jesh 100% vigjilent në të kundërt personat. Por ajo që çuditem është në rastin konkret është se njeriu në fjalë nuk ishte në ruajtje, nuk ishte vigjilent. Pra, ajo abidem që nuk ishte se priste një atentat ndaj tij. Ndryshe është atentati që përcollëm javën e kaluar për Lushnjën. Njeriu që u vu, reagoi menjëherë, ishte në dieni, u ruajt, ndërmori aktin e tij, pra ishte vigjilent se dikush do ta qëllonte. Në rastin konkret nuk ka qenë vigjilent, nuk ka reaguar, nuk ishte i armatosur, nuk e priste një goditje. Prandaj është pak e çuditshme për mënyrën se si ka ndodhur. Ndërkohë, një ngjarje në fundjavë ishte te territori në banesën e nënës së Gentian Zotot në Vlorë, shkojmë tani. Dënuar për atentatin e Inez Hajrullës. Kjo është vërtet pastaj që... Detaje Sokol çfarë? Po, nuk e di ti vësh një nënë të shkret atje, territor në këtë lloj forme. Për një akt që ka kryer i biri. E dëgjova dhe nënën duke folur, e cila thoshte s'kemi probleme me askënd, s'kam konflikte me njeri, kam punuar në e vetëm. Tani që nuk u kujtua njeri dhe nuk e ngatroj shpinën e nënës, mua më vjen vërtet keq që një nënë i vendosin një sasi të tillë tritoli pa ndonjë, vërtet shumë keq.
sepse ajo jeton e vetme, nuk ka asnjë lloj kur faji, se i biri është përfshirë në një akt kriminal. Mbi të gjitha ç'pun ka nëna në këtë mes, por ne nuk e dim se cilët janë autorët. Mund të jetë edhe për ndonjë lodhje të një konflikt i ri ndodhur në burg i djalit saj, a ndonjë kërkesë që mund të jetë bërë, drejti e di se për çfarë arsye i vendosin. Por jeton nëna atje ku do i gjejë dhe shpenzimet për ta rregulluar atë derë dhe për ta ndryshe në... Jo, po çfarë mesazhi mund të japin tek një e moshuar? Jo, i japin mesazh të birit, e moshuara vetëm është tremur po e pash edhe të fort gjatë kohës që fliste, sepse jam pretendoj në një moment që e kam aftësim për të kuptuar një njeri kur flet, është i tremur apo jo, apo ishte e fort kështu edhe në momentin edhe në momentin që flet është goxha e fort, e kupton, mohon direkt, jo, s'kemi probleme, do më thënë, s'kemi probleme me askënd. Sepse çfarë do thot nëna në... Po që një akt i shëmtuar është që ja vendosin një gruaje të moshuar në këtë lloj forme për ta tremur edhe fati asaj që në një moment, sepse këto janë vërtet vije natën, mirë po, ndonjëherë fati është shumë i keq, dhe ti mund të ngrihesh natën për të shkuar në tualetë në Elbasan. Ajo pasaj ishte ndryshe për ndryshe, u vu në kundra, nuk u vu kundra Tritoli me shpërthim, e ngatroi autori, edhe mori shpërthimin në derën tjetër, ajo ishte totalisht, do më thënë. Por se kjo është vendosur fiks dhe është vendosur për një trembje, jo për të shkaktuar dëme nuk janë më shumë se 100 gram, kështu që kuptohet që në fillim është vetëm mesazh. Dhe mesazhi me Tritol në Shqipëri, vetëm këtë vit mund të jetë ky duhet të jetë rasti i afërsisht, ne kemi çdo vit 40 deri në 50, edhe në këtë vit kemi qenë në standardet e 40-50 rasteve të mesazheve të vendosura me Tritol në Shqipëri, të cilat janë paralajmëruese, kuptohet, me 100 gram, apo se mund kemi rastin e Sarandës, së vrasjes me Tritol në automjet, që është ndryshe, ajo ishte për ekzekutim. Këto pastaj janë vetëm mesazhe paralajmëruese. A lidhet kjo me historinë e fundit? Ja, se do t'i rikthejmë, po duhet ja vetëm shkurt reklama, dhe pastaj ndalem pak tek dyshimet edhe tek ajo se kush është, pra Gentian Zoto. Rikthejmë pas pak. Po analizojmë kolegun Sokol Bregu ngjarje të kriminale dhe tashmë im dalur pikërisht tek Tritoli në banesën e nënës Gentian Zotos në Vlorë, i dënuar për atentatin Ines Hajrullës. Tani këtu ndalem këtu Sokol për të kuptuar për opinionin publik se kush është Zoto, kush është Hajrulla dhe a lidhet ose ka hije dyshimi që mund të lidhet pikërisht ngjarja e fundit me këtë Tritol të vendosur në banesën e të moshuarës. Nuk besoj. Se do ishte shumë, plusi mendoj që nuk gjendet në Vlorë Hajrulla për shumë arsye. Nuk besoj që do t'ishte kaq e drejt për drejt dhe pas kaq shumë vitesh. S'ka arsye. Është mesazh. Mesazhi duhet vi nga tjetër, se do ishte shumë pa lidhje, që në një moment qa mesazhi po i dërgon. Shiko, bota e krimit, a është që e sa mund të të vrasë edhe nënën? Ja. Po kemi parë mos Sokol të një ngjarje që kanë shkuar. Ka ndodhur vetëm njerë në fjerë. Po, pra të nëse sështë... Njerë në fjerë para 25 vitesh. Po, pra, po. Nuk ndodhë se nuk ka. Plusi ka 6 vjetë që ka ndodhur. Ka 6 vjetë që ka ndodhur si tentativë. Ky është një ndër të pestët. Ky, do më thënë, ta shpjegoj qikë situatën çfarë ndodhi në 2019. Që të kuptem. A ishte në një lokal, nga një automjet ku udhtonin 5 veta, dikush nxjerr armën për ta ekzekutuar,
nuk ishte i sakt. Në atë moment, plumbi kap vetëm një prej klientëve të atij lokali. Hajrulla, i cili vinte nga 2 atentatet më parshme, ishte shumë vigjilent, nxjerr armën e tij për të qelluar, kundër përgjigjet, nga automjeti 5 vetat largohen, njeriu që ishte i shoqëruar në tavolinë me Ines Hajrullan atë ditë, ishte akoma më i aftë se Hajrullan, merr pistoletën e tij dhe ndjek 5 vetat nga prapa për t'i qelluar dhe për t'i gjetur. Këta të 5 përplasen me një automjet në lëvizje, aty dalin nga automjeti dhe varpojnë, kështu u identifikuan. Pra ishin 5. Njeriu në rastin konkret, i cili ishte i 5-ti, por jo kryesori kësaj ngjarje. I vetmi që u kapi pari. Është dënuar me 35 vite burg. Nuk ka asnjë lloj mënyre, nuk njihet si ndonjë kokë e krimit në Vlorë. Po çfarë ka bërë një jetë ky? Militonte në organizatë dhe ishte pjesë e këtij atentati. Po për këtë është dënuar 35 vite. Tani nuk mund ta mendoj që dikush, personin më dobët të atij grupi që kërkoi të eliminonte Hajrullan atë ditë, mund të kthehet mas 6 vjetësh në një mesazh paralajmërues, se ky është mesazh paralajmërues. Çfarë po paralajmëron? Që mas 35 vitesh kur dalesh nga burgu, ai isha la tek viti 4 i burgut. Çfarë po e paralajmëron që mas 31 vitesh do të bëj diçka? Nuk mundet. Nuk ka një logjik në kjo mund tjetë, sepse gjë e parë që mendohet nga grupi hetimor është cili është konflikti i kësaj familje, ka vetëm një konflikt, djali është i dënuar me 35 vjet për këtë atentat, por a mund ta lidhim drejt për drejt me këtë? Si mund ta lidhim, sepse nuk mund të ketë mesazh paralajmërues, se duhet futim ndonjëherë edhe logjikën në çfarë do të thotë? Do të thotë që më trego me kë ishe? Jo, se janë të identifikuar dhe 4 të tjerët, 2 nga të cilët në burg, 2 ende në kërkim. Kështu që nuk do të thotë as pak që ka një, ky është i gjithi, se kur vendosen 100 gram është vetëm për t'i çuar mesazh personit në cilin ti ke për t'ia çuar. E çuditshme në cili është arsyeja e kësaj mesazhi. Nuk mendoj që vjen nga kundërshtarët, sepse nuk është asnjë njeri i cili ka para, forcë në krimin e organizuar, që drejton në një organizatë që po i çon një mesazh, është thjesht një ndër të 5 atë ditë, të cilët dhe ato që e kishin marrë përsipër, mbi të gjitha, nuk e dinin fare, dhe ndonjëherë çuditem, sepse të gjitha tentativat për vrasje ndaj Ines Hajrullah janë bërë nga persona të cilët nuk e njohin fare. Nuk janë të përgatitur se kujt po i shkojnë. Ai ishte një person shumë i zhdërvjellët, është vigjilent, është gjithmonë i armatosur, është gjithmonë me makinë të blinduar, nuk mund ta kapësh dot kollaj, dhe shkojnë në këtë lloj forme 5 veta, ndiqen nga një person dhe ikin 5 me vrap. Kemi rastin tjetër të këtit Nikollit, i cili në mënyrë, ai ishte kështu, ai sikur po shkonte me pushime tek pull, tek ujë i ftohtë me një pistolet, do kërkonte të kryente atë krim që nuk e kishin bërë dot as 100 veta më përpara. Kështu që gjithmonë habitem, nuk mund ta lidh me rastin konkret të shtetasit Hajrullah këtë akt. Do ishte i panevojshëm, nuk do kishte arsye. Tjetër kund duhet jetë mesazhi dhe gjithçka. Po, më hodhe një hije dyshimi që mund të jetë një përplasje në burg. Çfarë natyre, çfarë do të thotë kjo? Burgu pastaj, burgjet në Shqipëri është në burg përplasjesh pafund. Edhe kjo mund të jetë një the pak më parë. Burgu në Shqipëri është mbi ates. Kur s'ke para është mbi ates.
Dhe ky nuk ka para? Po ja, e sheh apartamentin si është. Shif apartamentin. Shif ku jeton mamaja, po thua. Po, ajo është shtëpia e tij. S'ka tjetër shtëpi. Ajo është. Shih apartamentin. Mos pe gjë ndonjë vilë 3 kaç. Jo. Tu duk nëna si dikush që do kishte edhe financa për ta përballuar burgun e tij. Nënat janë nëna janë. Marrin pensionin i çojnë diçka për një veprim të gabuar që ka bërë dikur. Merr diçka, ja çon në. Po sa mund të ketë nëna për ta ndihmuar? Shije, ky është pallati i vitit, më diun. Para 90-s si themi. Po para 90-s, po ja. Ka rregulluar vetëm derën. Nëna tani duhet gjej lekët për derën, dhe po të shkojmë mas jave, ashtu rrezike ka derën se i derë nga ato bën 600-700.000 lekë, vetëm po të blesh në një nga këto dyert 100.000 lekë që është vetëm sa për të hyrë, domethënë. Kjo është logjika. Burgu është mbijetesë. Dhe ti dyshon që ndoshta Në Shqipëri, besoj në një konflikt në burgu është i gjithë mbijetesë, në mënyrë absolute. Kush ka para, jeton mirë, kush nuk ka para, jeton për të vjedhur të tjerët. Kushtet minimale nuk arrin dot. Cigaret, cilat mund t'i përdorësh, ku di unë. Çdo gjë në Shqipëri, në burg, rri mirë vetëm ai që i ka 5 para. Kuptova. Më lejo të trajtoj një çështje tjetër, që ka të bëjë sërish me efektiv të policisë. Dhe jemi tek Igli Haxhia, i që arrestua nga Spaku. Dyshohet se ai ka dekonspiruar hetimin për grupin e Visit Pojës me autoritet italiane. Madje dyshohet se nuk ka punuar i vetëm, ka patur edhe bashkëpunëtor. Është një tjetër lajm që ne e kemi parë në fakt në media, po shija që ka dalë edhe me përgjime. Çfarë po ndodh sot me policinë? Ishte, e kam shumë të thjesht për ta përshkruar, ishte tema e emisionit tim të kësaj jave, cilin e titullova Policë në oborin e trafikantëve. Bukur. Bëj një analizë të hollësishme të mënyrës se si ka ndodhur i gjithë ky investigim. Duhet kuptojmë që i gjithë investigimi, përfshirë këtu dhe Visin e Pojës, është investigim i prokurorisë Breshkës, nuk lidhet fare me Shqipërinë, nuk ka çdo i arrestuar dhe çdo 3 të arrestuarit do t'i drejtohen Italisë për në Breshja sepse janë arrestuar me qëllim ekstradimi, edhe nëse kapet ndonjëherë Visi i Pojës do të ose më sakt t'i themi shtetasi Erviz Doçi do të ekstradohet për në Breshja, në Itali, nuk ishte të bënde fare me Shqipërinë, ishte totalisht investigim i antimafjas italiane, por lidhja e vetme që u gjetë, ishte polici i cili kishte ndihmuar një prej kokave të këtij grupi, pra një bashk pronar, le të themi, të shtetasit Erviz Doçi, e kishte ndihmuar gjatë kohës që i bënte hetimin për një rast që kishte ndodhur në Shqipëri. Analizoj që mu duk pak e çuditshme që 2 prokurorët më të rëndësishëm të SPAK janë pjesë e dosjes, pra dhe zoti Dumani dhe zoti Brau, 2 prokurorë për një tek çështje ku është vetëm një polic, ku çdo gjë është e transkriptuar tashmë se cilat janë rëndësia që i ka dhënë SPAK-u, nuk ka ndodhur ndonjëherë më parë, që për një person të vetëm, 2 prokurorët kryesorë të SPAK-ut, ai që po e drejton SPAK-un dhe ai që mendohet ta drejtoj SPAK-un pas ti janë pjesë hetimore e kësaj çështje, është shumë e çuditshme, por mendoj, aludoj pastaj në emisionin tim që besoj që do të tentojnë ta bëjnë të penduar, kjo do të jetë drejtimi i tyre, për një arsye, sepse njeriu në fjalë të gjithë këtë akt korruptiv nuk e ka bërë vetëm, dyshohet e ka bërë me 2 të tjerë, 2 të tjerët nuk dihet kush janë, nuk ka arritur dot SPAK të identifikojë se cilët janë 2 personat e tjerë që mund të kenë ndihmuar,
për t'i rënë më shkurt, akti ishte i tillë, po ky grup për këtyre 3 vetash i kishte vënë një individi kamera dhe përgjues në automjetin e tij, kishte në përgjim telefonat e gjithë familjes, kishte vënë përgjues në mënyrë ambientale afër banesës së tij. Pra, ishte i gjithi e dëgjonte, kishte prova që ishte në trafik droge dhe në këmbim për ta shpëtuar në këtë rast, kërkonte shifrën prej 15.000 eurosh. Cilët janë 2 të tjerët kam përshtypjen që... Shumë interesante, se ti ke parë për emisionin, ti nusja nona jote, as ti Po, këtë e ke falas, kjo është mënyra për t'i treguar që... Ta shpjegoj, ajo është një moment... Ajo është një moment që... Nëse do informacion të bëjnë lek. Po, individi i cili ishte në përgjim, kujtonte se ky polic po mashtronte dhe po i vinte një që në gjuhën e krimit quhet gjob. Pra që nuk ishte probleme, thjesht e kishin gjetur, edhe po i kishin vendosur një gjob që paguaj kaq. Dhe ai e merr pak si rënd këtë bisedë, normalisht dyshon, që ne kush do më vërë mua, s'kam probleme me ligjin, ndërkohë që vazhdon dhe trafikun, dhe kësu është debati midis të dyve, që i thot ai se kuptoj ku jam unë për të ndihmuar. E nuk e dinte që edhe në atë moment që ishte me makinë, se ishte në lëvizje, ishte në timon, ishte në përgjim. Kjo është e çuditshmja në këtë, por nuk ishte në bisedë telefonike, ishte duke shkëmbyer mesazhe në Skype dhe encrochat mos gaboj. Dhe ky nuk bindet, dhe thot që është 100% i bindur individi që kjo është një lloj gjobe dhe nuk është një hetim. Në një moment, ky thot jo, e kam për respekt thot nga miqtë e tu, thot po me që ka kështu, këtë e ke falas prej shokëve. Po deshe tjetër informacion, bëm para, kështu i hes edhe grepin që ai të shqetësohet. Edhe ta kryej atë pagesë në kjo është e gjitha. Po unë mendoj që kjo është vetëm maja e iceberg. Po pra shumë e rrezikshme. Tani. Dikur e quanim të rrezikshme. Po, na u bën realitet. Doli Sky dhe encrochat, morën vesh aq shumë gjëra sa. Po jo, nisi kështu, nisi me listën e Vis Martinajt. Edhe na duhet çudi e madhe. Pastaj dolën këto sot po flasim për korrupsionin. Sot nuk jemi më të çuditur për asgjë se si shërbejnë, si futen e si... I kemi të qarta tani, edhe mënyrën si funksionojnë. Rrallë mund gjejmë në këto hetime, ndonjë gjë që është e padgjuar më parë Dumani ka hedhë hije dyshimin në deklaratat e tij përsa i takon policisë dhe konspirime. E kemi kritikuar që s'ka bërë asnjë veprim për të vënë në pranga persona. Edhe atë i kam një analizë timen që vërtet ajo që thot Dumani, por a nuk e dim dhe ne që një pjesë e policisë është e korruptuar? Nëse bëjmë dot. Spaku mund ta bëj. Në përgjithësinë mund ta them. Si perceptim, po. Në perceptim. Po kur e thot Spaku ne presim veproj. Po na duhet me prova i Spakut. Tani se dhe këtë tha që se ka të vetën, po e ka. Ky duhet të jetë polici i 6 ai 7 që kur Dumani e ka dhënë këtë i përfshirë në hetimet e Spak. Tani kur thua e gjithë, po 70 apo 700 tjerët ku janë? Se edhe në rastin konkret, tani Dumani ja kërkon shoqërisë një gjë të tillë. Tani ti ke metodat speciale. Pse e bëre arrestimin pa e vënë në një përgjigje më parë, zotrin, për të ditur kush janë 2 të tjerët? Bëre një arrest, tani ne nuk e dim kush janë 2 të tjerët. A je i aftë ta gjesh? Gjeje. Ne po presim. Se ti thu policia, po një tek na solle. Nuk na solle shumë. Dhe kur na solle vetëm një vetëm. Jo, një tek me shumë hije dyshimi që janë dhe të tjerë. O që ai ishte i lidhur se një njeri nuk mund të prishi dot një hetim. Absolutisht janë dhe 2 tjerë. Nga i mori po cilët janë, po nuk mundet. Se në një grup hetimor janë 4-5 veta. Ti idhesh për pjetë, ti nuk e prish dot. Ti je një njeri që mund t'informosh atë që shiko se e ke përgjusin mbi tavan, ose e ke përgjusin filan vënd, ose si që jep kjo informacionin që e gjithë familja jote është në përgjim, pra mos flisni në telefon, këtë, po pjesën tjetër ti nuk e din.
Për çfarë tjetër? Për çfarë tjetër? Sepse lloji i përgjimit dhe operacionalja punon ndryshe. Ndonjëri prej atyre mund të vijë edhe të blej drogë këtu. Kështu që ti nuk ruhesh dot. Ruhesh vetëm po e mbyllë aktivitetin. Edhe largohesh për ca kohë. E konsideron një flus këtë? Jo. Ose vetëm majna e icebergut? Jo. Ky është shumë i rëndësishëm për hetimin nëse thyet. Po nëse ky nuk bashkëpunon? Një si gjithë të tjerët aty brenda. Që rrezikon? Por roli i tij. Çfarë rrezikon ky? Po minimalisht ky rrezikon. Se flasim për karrierën. Minimalisht ky rrezikon më shumë se 12 vite burg. Jo 7. Ky ka shpërdorim detyre e cila fillon 3 me 7. Ja po marrim i mesatare 5. Ky ka korrupsion të prokurorëve, gjyqtarëve ose të tjerëve që punojnë në organet e drejtësisë, e cila minimalisht është 7. Përveç kësaj, ka edhe akuzën e nxjerrjes së sekretit shtetëror, e cila është 3. E gjitha kjo në përfundim mund të lidhet për ta lidhur atë me trafikun e drogës apo në kuadër të grupit strukturuar kriminal. Këto do ta çonin ato në një dënim minimal 12 vjet. Minimal 12 vjet burg dhe maksimal i afrohen më shumë se 20 vite. Shpjego diçka, në komunikime që ti ke me eksperiencën tënde, po si mundet që një person i cili punon në radhët e policisë të bjerë në këto nivele të komunikimit sa pashun, që do të thotë, ne flasim për ditë që shiko se s'ka e enkro për gjohen, këta e dinë më mirë se unë se ti... S'ka e enkro, këta e kishin të pathyshëm në kohën që kanë folur. Pra, edhe çështja nuk është e 2025, çështja është e vitit 2021. Që ishte koha kur ta flisnin. Përpara 4 vjetësh ky në këto 4 vjet të tjera i ka bërë të me shumë të mëdha. Për hetimet, po ato ne nuk i dim. Me logjik, po, me prova asgjë. Dim që në celularin e tij, i cili është marrë. Jo, ideja është si mundet për shumë për kaq para të arrijnë dhe të futen në një rrezik të jashtëzakonshëm sa që ne opinionit të gjerë publik, jo nuk më duken pak. Po ti rrezikon kokën, rrezikon jetën, rrezikon familjen, rrezikon burgun, je në një pozicion. I ruhet ai, po a din që me një veprim të tillë, vetëm me një telefon, ai fiton aq sa i pensionist në Shqipëri merr gjithë vitin. Shkuraja e madhe, se nuk është... Do të jenë radhët e policisë dhe ti është e frikshme. Duke folur shpesh... Se këta janë, këta i përgjërohen këtyre dhe nga komunikimet, mënyra se si këta sikur janë në garë, për të futur, për të bërë besueshëm të këta. Kjo është ideja, këtë duhet të them. Jo, nuk i përgjërohet, se ai as nuk e ul fare, thot as 1.000 euro, as dua 15, kupton? 15 të ndarë në 3. Po, jemi 3, thështë. Shiko, kemi perceptim gabuar për shifrat e parave që qarkullojnë në Shqipëri. Jo, se kisha të kjo. Duke nisur nga milionat. E kisha në tjetër aspekt. E kisha që këta shkojnë dhe ju vetë ofrohen. Po sepse 5.000 euro e merë gjithë vitin. E kemi të kesh paguar. Aty i merë vetëm i telefonat ato 5.000 euro. Vetëm i prishje përgjimi. Pa i ka shumë rastet të tilla dhe shumë ndihma. Tjetër gjë që ai tenton aty të merë dhe me trafik droge, po flas në përgjithësi. Por fenomeni që po shqetëson Shqipërinë në këto moment nuk është ky. Fenomeni që po shqetëson Shqipërinë është nuk është se një polic korruptohet gjatë kryerjes së detyrës. Një i ri që i përket grupeve kriminale futet dhe fillon militimin në strukturë me një gjë të saktuar. Na i tregoj Rinasin neve këto. Edhe në Rinas. Jo, pa ishte i vonshëm në por kjo është arsyeja. Ai ishte AMP, nuk ishte kontroll për të gjetur në po jo, s'ka akses në përgjime. Ai ka akses për të ushtruar presion. Jo, ai aksesi i tij ishte vetëm nxjerrja e sekretit hetimor sepse ka dieni për operacione të ndryshme, të cilat duhet i ndjekim mos ka gabime të tjera. Por në raste të tilla është krimi po ndron mënyrë, pra po shese si ndodh në vendet e Bashkimit Evropian, ku grupet kriminale fusin personin e tyre në radhën e policisë. Edhe ne këtë e themi çdo ditë. Nuk është se një polic u kthye nga një polic i ndershëm në një polic i korruptuar. Po investohet e kundërta. Fenomeni që po na shqetëson është
a i futet që ditën e parë nga bota e krimit, si një investimi saj për t'i shërbyer. Dhe gjatë gjithë kohës, duke qenë se krimi i shërben politikës në rastet konkrete, nuk ka nevojë që t'i marri politikës informacione se çfarë ndodh me ta, por gjithmonë tenton të rrisi në grada dhe në pozicione njerëzit e tyre në polici. Pra është një ndryshim shumë i madh. Sepse unë mund ta kuptoj një polic 50 vjeçar, i cili mas 20 viteve punë, a 25 viteve punë në polici, ndihet keq në mënyrë ekonomike, ka një hall dhe në një moment caktuar i merr dikujt para. Nuk është kështu. Nuk po flasim për këtë. Po flasim për ata që po futen rishtas dhe në mënyrë si ne e kemi bërë, e lejojmë që ti të futesh deri 35 vite, më përpara nuk ka qenë e tillë. Më përpara fillonte akademia si një shkollë e lartë që 18 vjeç. Ne e prishëm akademinë dhe sot ti bëhesh polic, oficer policie, fillon karrierën për të bërë nga hiçi. Me një kurs. Me një kurs 6 javor. Dhe kjo është mënyra. Unë nuk e di ku e gjetën. Mirë po, gjetën formën më të gabuar për të shëndoshur organizatën e policisë në Shqipëri. Nëse kishte formë më të gabuar, ishte kjo. Në çfarë mase është kjo që po flasim? Se tani ne këtu po flasim për grupe shumë të rrezikshme dhe tjetra. Nëse ky person, pra Igli Haxhiaj, bëhet bashkëpunëtor, sikur se the pak më parë, që do të ishte një histori suksesi, do të plaste një skandal i cili lidhet vetëm me radhët e policisë, apo nga sa dhëna kemi ne deri tani, shkon edhe më tej, shkon tek bashkëpunimet të ngushta që mund të dëmtojë grupet kriminale. Grupet kriminale janë të dëmtuar, nuk kanë shef breshja. Ne na duhet kush është në polici, jo kush shet drogë. Nuk na shqetëson. Mua personalisht, grupet kriminale shesin drogë dhe nuk kryen krime të rënda, nuk më shqetësojnë. Pse? Kap ti sot, o kapi breshen. Dalim 15 nesër. Dhe do lënë rrugën bosh. Nuk ka fituar, sot po fitoi. E di si fitohet ndaj drogës. Luftën që ka nisur Trumpi, po. E di si është lufta që ka nisur Trumpi. Ushtria amerikane, me luftanijet e saj dhe me anijet e saja më të mëdhajat, patrullojnë në të gjitha ujrat e deteve që lidhen me Amerikën Latine dhe hapin zjarë dhe vrasin trafikant pa paralajmërim. A është një shkelje ligjore? Apo vërtet Kongresi Amerikan dhe Senati Amerikan që këto janë vrasje në formën e luftës dhe duhet një leje nga Kongresi dhe nga Senati? Kjo është një tjetër çështje, nuk më takon mua ta bëj analizën, është çështje politike dhe juridike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por di një gjë, sot të gjithë trafikantët më të mëdhenj të botës, jo këta që flasim ne, jo këta që shesin nga 1 kile, nga 2 kile, ata që shesin nga 2.000 dhe 20.000 ton janë të shqetësuar sepse ushtria amerikane e ka marrë përsipër një luftë frontale me vrasje pa paralajmërim të gjithë trafikantëve që i afrohen Amerikës. Kështu po, mund ta zhdukësh në një lloj forme drogën, por kështu me arrestime? Po s'ka më se e kemi bërë në ikën visi, po është, do vi një vis tjetër. S'ka, është e thjeshtë. Dikush drogën do ta shesi. Droga ka klient, atëherë e diku nuk shitet droga. Kur nuk ka më përdorues. Fakti që shtohen përdoruesit, drogë do shitet. Se e shet një shqiptar, se e shet një maroken, se e shet një nigerian, një xhamaikian apo një meksikan, kjo është çështje kombësie. Kot fusin dhe shqiptarët aty si lordët më të mëdhenj. Po t'ishte kështu, e kishte filluar Trumpi luftën në detin Adriatik, e vriste trafikantët shqiptarë, nuk vriste ata nga Venezuela dhe nga Meksika. Ajo që ai po bën, atje i ka dhënë një goditje shumë të madhe trafikut ndërkombëtar të drogës, është duke u vazhduar, ka disa sulme të një pasnjëshme ndaj anijeve të cilat çojnë drogë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe ajo ka hapur një problematik tjetër në Amerikë. Di pse janë kundër atë? Sepse ka mungesë në tregun amerikan të drogës dhe kjo mund të krijojë probleme dhe rritje të krimit midis trafikantëve dhe përdoruesve. Sepse kur përdoruesit nuk kanë drogë, fillojnë dhe shqetësohen. Se çfarë është droga?
Droga është një gjë si cigaria dhe ushqimi që duhet për ditë. Për ata të Kur mirë. mungon në treg, fillojnë njerëzit dhe krijojnë droga për përdoruesit, ata që i ka mbërthyer, është si themun, si qumshti për foshnjat, si ajri për njeriun, nuk jeton dot pa atë. Në të kundërt nuk do kishte trafik droge. E licenson ti, apo nuk e licenson, ai do ushqimin e ti. Kjo është e gjitha. Droga nuk ndalet, se ja, edhe kjo luftë ndërkombëtare që ka filluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prapë edhe kjo po sjell fryte negative në një pikë. Nuk më shqetëson mua kush merret dhe kush shet drogë në Shqipëri. Më shqetëson kush është polici i korruptuar. Ai që nuk e ndal, ai që është pjesë. Kjo më shqetëson. Dhe kush janë dy të tjerët. Jo kush janë 15 të tjerët trafikë doshesje e drogë. Kjo masë i shqetëson për mënyrë statistikore spakut. Ka pa dhe 15 trafikantë të tjerë. Po Shqipëria mund të ketë 50.000. Ka ngel më njëri në Shqipëri pa u marrë me drogë. Që të gjithat punë bëjnë. Çdo i ri nga 25 deri 35 që ka pa komshiun, që solli një GLE të fundit, edhe futet me njerë se mos kap dhe ai në i GLE. Kjo është historia. Mua më shqetëson polici korruptuar, prokurori korruptuar, hetusi prokuror i korruptuar, struktura. Kjo është shqetësimi. Pra ne duhet të ruajmë organizatën në cilën shpresojmë që të na ruaj rendin dhe sigurinë publike, jo kush shet drogë. Droga është një gjë që nuk ndalet. Faleminderit Sokol. Faleminderit ju.